Edi Rama, me të ardhë në pushtet, arrestoi pa pritmas guvernatorin e bankës, si kur t'ishte roje e tuneleve të saj. E arrestoja, u themun ju, vetëm e vetëm, për urrejtjen e ti, ndaj ti, sepse Edi Rama, kur shifte ndërtimet masive të rrugëve, veprave publike, besonte në marrëzinë e tij se guvernatori priste para për qeverinë. Ignorant në shkallën më ekstreme. Ai nuk kupton se një qeveri që urdhon bankën për të pre para për të, në qoftë se banka ja zbaton, i hap gropën e ardhshme. Dhe ky në atë bindje, në një akt pa besie, në një akt primitiv, gjeti një njeri që urdhoi arrestimin. Guvernatori dhe çdo njeri arrestohet në një vend të shtetit ligjor, por arrestohet mbi bazën e veprave të argumentuara